Shkën dhe arrestojnë. Ne e morën vesh që ekziston Bakiu. Dalin pastaj protest prapë. Pra policia ti dhe gjithë, ne morën vesh që ky Bakiu doli 2 herë. Herën e tretë e merr Izraeli, ne mësuam 3 herë. Kush ishte peshkatari dhe kush ishte peshku? Peshkatari ishte Bakiu këtu. Peshqit, kush ishte? Qeveria shqiptare dhe qeveria Izraelit. Kuptohet, nuk është sa ishte peshkatari që i mori gjithë i kapi peshk. Ishte pjesë e një gjëje më të madhe. Po kjo teoria peshku dhe peshkatarit më beson në fushën e marketingut, për këdo që ti mund të komunikosh në raport me geopolitikën, është një nga dështimet më të mëdha të Izraelit, po lexoja një artikull në një nga mediat më të mëdha në botë, që thoshte se si u hodh njerë për 24 orë një investim një veçar. Kishte fjalën për legët e kurimit imazhit të Izraelit, të lobingje, të lobeve, të organizatave që punu kundër antisemitizmit, kundër kësaj, që s'kishin bërë. Dhe i moment, vetëm me veprimin e Gvirit, ishte hedhur njerë gjithçka. Dhe në këndvështrimin tim, ne nuk do pushojmë, nuk do rreshim së pari kështu spektakli që do përshkallëzohet në ditët, javët dhe muajt që vinë, deri në një finale kur Izraeli të ketë humbur çdo lloj pranishmërie ndërkombëtare. Ky është proces i pandashëm, i pashpëtueshëm dhe fitoria e ndonjë vote e Gvirit, që është një genocidist i tërbuar, është një bish e vërtet, ka dalë në fotografi dhe në televizor dhe në konferencë shtypi, me 5 ushtarë izraelit që kishin përdhunuar një palestinez homoseksualisht, pra kishin bërë sjellje sodomite, të filmuar në burgjet e Izraelit, dhe ky ditë dhe krenohesh me këta që kishin bërë këtë punë do ta bëjmë prapë. Ky njeri, sa më shumë pushtet marri, aq më shumë varros të Izrael, si imazh. Pra, po ta shohësh të ushqesh Gvirin me kështu